vazhdojmë me serinë numër 2 të tutorialit 14, i cili përket sërish formave. Dhe në këtë tutorial ne do të shikojmë që përveç kësaj forme do të shikojmë edhe format e tjera me ticket ose radio, si shquhet ndryshe në HTML. Fillimisht le ta bëjmë input type bas me radio. Ndërkohë fjalë kalimin do ta vendosim mashkull. Fjalë kalimi ose mashkull. Poshtë le të shkruajmë femër. Input type bars radio, name bars mashkull. Mbyllim, shkojmë çfarë do na shfaqet. Selektojmë pra mashkull ose femër. Për ta kaluar më poshtë, përdorim etiketën bëre. Mashkull femër. Gjithashtu kemi lejmë sërish mashkull femër. Gjithashtu kemi edhe metodën tjetër checkbox. Kopjojmë dhe këtu shikojmë në shfaqet checkbox. Tani do t'ju tregoj një mënyrë tjetër, një formë tjetër të veçantë. Le të fillojmë form name bars, si ta quajmë këtë, hyrje ose input, method bars post, action bars çfarë të japim, merr të dhëna .php. Më falni, metod duhet get. Kalojmë poshtë përdorues. Input type bars name, text, më falni, ndërsa name bars me përdorues. Le ta mbyllim. Ta shikojmë çfarë do na shfaqet përdorues. Këtë e bëm. Tani do të vendosim butonin DG, input type bars submit, name bars DG. Ta mbyllim dhe formën. E ruajmë. Submit query. Ndërkohë që shikojmë, merr të dhëna .php përdorues bars ne plus Xhani dhe DG bars me submit query. Ne nuk na është dërguar gjë sepse aktualisht ky file nuk ekziston. Thjesht demonstruojmë një shembull. Kaq për sa i përket serisë së dytë të tutorialit 14. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu vizitoni edhe newtirana.com për video më të reja rreth HTML-s. Faleminderit që më ndoqët.